Projektit Ora Kulturore që realizon drejtoria e kësaj shkolle në bashkëpunim me Creative City. Creative City në kuadër të projektit Ora Kulturore të realizuar me mbështetje financiare të organizatës Qeraj, ka vendosur në oborrin e shkollës nëntëvjeçare në fshatin Oblik të komunës Ana Amalit disa kosha basketbolli. Kryedrejtuesi i Creative City dhe koordinatorin e projektit Armando Loja shprehet se ky qëllim është që t'i ofrohet fëmijëve mundësi më tepër për zhvilluar talentin e tyre. Ky program agrikulturor ka edhe pjesën e kulturës. Në kuadrin e seksionit kulturor në shkollën Oblik është bërë mundur që të vendosin këto dy tabela basketbolli në mënyrë që të jo vetëm të zbaviten gjatë kohës të lirë, por që edhe nxënësit të kenë mundësi për të u formuar në aspektin e edukatës fizike. Në këtë aktivitet merrte pjesë dhe ish basketbollisti i njohur i Vllaznisë Bledar Gjeçaj, i cili mbajti një leksion basketbolli për fëmijë. Është një sport i cili duhet me njoft, duhet me pas paktën kulturë, sepse vëmëre që në Shqipëri shumë pak vetëm futbolli njihet. Këto sporte të tjera, basketbolli, volejbolli, që janë sportet mjaft përhapur në edhe botë, duhet me marrë fëmijët kulturë qysh në shkollë, me njoftë rregullat, edhe po ashtu edhe me mësu pak se si luhet, se kur shohin një ndeshje të paktën basketbolli duhet dinë se si luhet kjo lojë, të rregullat e saj. Projekti Ora Kulturore është i shtrirë në disa shkolla të zonave rurale të qarkut Shkodër, si në fshatin Domen të komunës Postrit, në fshatin Kosmaç, në Vukatan, në Oblik dhe zgjat 6 muaj.